Hetuesit kanë kontrolluar të premten vëngjarjen e njërës prej 3 gjedive më të mëdha ajrore në Indi për të gjetur shkaktarin e rrëzimit të avionit Air India. Ndërkohë, kryeministri indian Narendra Modi u takua me pasagjerin e vetëm që mbijetoi një ditë pasi avioni u rrëzua, pak minuta pasi ishte ngritur në fluturim duke lënë të vdekur 241 njerëz në bord dhe disa të tjerë në tokë. Avioni Boeing 787 që fluturonte për në Londër goditi një konvikt të një kolegji mjekësor në një zonë banimi në qytetin veri perëndimor të Ahmedabadit, pak minuta pasi u ngrit në ajër të njëjtën. Shumica e trupave ishin djegur deri në atë shkallë sa nuk njiheshin, ndërsa autoritetet po kryejnë teste të ADN-s për identifikimin e viktimave. Pritet të gjenden më shumë trupa gjatë kërkimit në vendin e aksidentit. Nuk dihet nëse kutitë e zeza, regjistruesit e të dhënave të fluturimit dhe të zërit në kabinë janë gjetur. Të gjithë jemi të tronditur nga kjo tragjedia ajrore në Ahmedabad. Humbja e kaq shumë jetëve në mënyrë kaq të papritur të lëpafjalë, tha Modi në rrjetet sociale pas vizitës në vendngjarje. Ne kuptojmë dhimbjen e tyre dhe e dimë që boshllëku i krijuar do të ndihet për vite me radhë, tha ai. Mbijetuari i vetëm i aksidentit u takua me Modin në spitalin qeveritar ku po trajtohet për djegje dhe lëndime të tjera. Vishwas Kumar Ramesh i tha transmetuesit kombëtar të Indis se ende nuk mund ta besojë që është gjallë. Ai tha se avioni dukej sigurisht e bllokuar në ajër disa sekonda pas ngritjes. Drita të gjelbra dhe të bardha u ndezën dhe avioni dukej se nuk mund të ngrihej lart. Ramesh tha se ana e avionit ku ai ishte ulur ra mbi katin e parë të një ndërtese dhe kishte hapësirë që ai të shpëtonte pasi dera u hap. Ai hoqi rripin e sigurimit dhe doli nga avioni. Kur hapa syt kuptova që isha gjallë, tha ai. Bordi i hetimit të aksidenteve ajrore të Indis po heton dhe pritet që në hetim të marrin pjesë edhe përfaqësues nga Bordi i Sigurisë së Transportit Kombëtar të SBA-s, Administrata Federale e Aviacionit, Boeing dhe General Electric. Mjekët po kryejnë ndërkohë teste ADN-je për identifikimin e viktimave. 2 mjekë në spital thanë se trupat e 4 studentëve të mjekësisë të vrarë në tokë pas rrëzimit të avionit ju dorëzuan familjeve të tyre. Ata thanë se të paktën 30 studentë të tjerë të plagosur ishin ende në spital dhe të paktën 4 prej tyre janë në gjendje kritike.